Mjeku me urdhër të prerë. Para se të hani arra, duhet ta dëgjoni këtë lajm. Shkencëtarët thonë se konsumi i përditshëm i arrave ndihmon në parandalimin e sëmundjeve të humbjes së kujtesës. Në një studim të realizuar nga studiuesit e Institutit të New Yorkut, theksohet se kur nuk konsumohen arra, keni humbje të dukshme në kontrollin e ndjenjave, të kujtesës dhe të mësuarit. Sipas rezultateve, vitamina E dhe flavonoidet që gjenden te arrat ndihmojnë në shkatrimin e radikaleve të lira të dëmshme, të cilat shkaktojnë edhe sëmundjen e sklerozës. Përfshirja e arrave në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të përmirësuar shëndetin e trurit dhe gjithashtu për të parandaluar komplikacionet e tij. Konsumi i tyre në mënyrë të rregullt sigurisht që do të kthehet në një aleat të mirë të shëndetit tuaj të përgjithshëm. Ndaj në këto raste, këshillohet masivisht konsumi i tyre në mënyrë të rregullt për të evituar kështu edhe komplikacionet. Kryesisht arrat e freskëta janë më të mira.